Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument, kam ftuar profesorin e mirënjohur të ekonomisë në Universitetin South Bend në Indiana, zotin Klajdi Bregu. Do të flasim për tarifat. A tarifat e fundit që ndryshoi presidenti Trump mbi çelikun dhe aluminin, a mund të prekin ato deg të tjera të industrisë që mund të bëjnë që të ngrihen çmimet edhe në produkte të tjera si që janë produktet ushqimore. Zoti Klajdi, presidenti Trump para 2 ditësh ngriti me 25% tarifat e çelikut dhe të aluminit me vende të tilla si Kina dhe Evropa. Qëllimi i tij, ashtu siç deklaroi edhe në takim me punëtorët e Nippon që prodhimit çelikut, është që të rrisë vendin që kanë çeliku amerikan në prodhim, por edhe të balancoj tarifat e vendeve të tjera. Por kjo ka çuar në një farë dyshimi, sidomos në industrinë e prodhimeve të konservuara, të ushqimeve, për arsye se mund të rrisë çmimin e llamarinës, së kutijave apo të kanaçeve që i quajmë ne të birrës e të tjera. A është i vërtet ky shqetësim? Po, patjetër, do të kemi parasysh që ekonomia gjatë Covidit u përmend shpesh që të theshim që janë këto zinxhirët e ekonomisë që të prodhimit, transportimit dhe të tjerë. Në fakt, ekonomia nuk është një seri zinxhirësh, është më saktë një farë rrjete, mund ta quajmë, ku çdo biznes, çdo aspekt i ekonomisë është i ndërlidhur. Dhe patjetër kur ne veprojmë diçka, ndryshojmë diçka në tregun e aluminit dhe të çelikut, atë çdo gjë tjetër që varet nga këto produkte apo nga këto të dyja, do të preket. Dhe nëse dikush përdor aluminin për të konservuar apo për të krijuar një kanaçe për një ushqim, atëherë patjetër do të kushtoj më shumë për ta dhe kjo do të reflektohet në fund edhe në çmimet e tjera. Megjithse presidenti Trump deklaron vetë që arriti fitoren sepse i tha popullit të thjeshtë, njerëzve blerësve të zakonshëm, që ai do të ulte çmimet e ushqimeve. Në këtë rast, indirekt, me gjithë dëshirën e mirë, mund të shkaktojë një fenomen negativ të rritjes së çmimit të ushqimeve dhe të produkteve të konservuara, apo jo? Po, patjetër, kryesisht unë besoj që çmimet do të ndikohen më shumë për shkak të tarifave të tjera, që janë ajo tarifa që është 10% për çdo vend tjetër, për çdo vend të botës, sepse ne çdo ushqim që do të sjellim nga jashtë, do të prodhime ushqimore do të tarifohen në 10% në mos më shumë në varësi të vendit ku vinë. Dhe kjo do të jetë ndikimi kryesor. Nëpërmjet atyre të çelikut dhe të aluminit nuk besoj do të ketë një ndikim shumë të madh, më shumë do të ketë ndikim të madh në ato industri direkte që e përdorin këto të dy elementë, sepse çfarë po ndodh? Problemi me tarifat është që ne kalojmë në një ekonomi të menaxhuar. Ajo që po ndodh është, ne po i themi atyre ju që prodhoni çelik dhe alumin, duam t'ju mbështesim. Dhe të gjithë ju të tjerët që përdorni çelikun dhe aluminin, na vjen keq, por do ta hapësoni sepse do të detyroni të paguani më shumë për këto. Normale, nuk është gjua që do përdoret në realitet kur tarifa propozohen, por ky është realiteti. Në momentin që ne ndihmojmë një industri, jemi duke dëmtuar pothuajse të gjitha industritë e tjera. Po mos është ky vetëm si element taktik ndaj qëndrimit të vendeve tjera si Bashkimi Evropian apo Kina, por të arritur një ulje të tarifave të dyanshme. Domethënë, a është më tepër kjo taktik ekonomike, form presioni, apo mund të jetë edhe e vazhdueshme, sepse presidenti Trump ndryshon shumë shpesh edhe tarifat edhe ndaj vendeve të fuqishme pasi arrin një farë arritje. Ajo, me çfarë kam kuptuar unë, ka disa elemente tarifave. Një element është që shumë deri tani janë pothuajse të gjithë dakord që një tarif rreth 10% do të jetë aty pa ndryshuar. Nuk besoj se do të ulemi më poshtë 10%. Ishte ndaj gjithë vendeve, madje edhe ndaj Shqipërisë ishte 10%. Por edhe do të qëndrojë kjo tarif sepse ka një qëllim që duket që pjesërisht qëllimi i tarifave është që të mbledhin më shumë të ardhura për shtetin.
Prandaj është ky element. Ka elemente tjetër, patjetër edhe ajo që thoni ju, që përdoren tarifat si thua ngritja e tarifave, ajo që ndodhi me Europën, që Trump propozoi që të kalonin në 50% dhe në menjëherë mori një përgjigje nga Europa që ne tani duam të diskutojmë. Pra tarifat po përdoren edhe për të shtyrë këto vende, për të ardhur si thua në tavolinë, për të diskutuar, për të arritur marrëveshjet, sepse kemi parasysh që tarifat e larta që 10% dhe ato reciproke u propozuan në fillim të prillit dhe më pas dikun rreth një javë 10 ditë pas asaj u krijua një 90 ditësh që ne do të prisnim të bënim marrëveshje dhe këto u larguan, të paktën ato reciproket. Mirë po koha po mbaron dhe i duhet qeverisë përveç se me Britaninë e Madhe nuk ka bërë marrëveshje tjetër. Po dhe me Indinë thotë ajo, po s'ka marrëveshje të drejt për drejt. Trump thotë që ka rënë dakord edhe me vende që prodhojnë mallra të konsumit si India, vend i madh me Nuk kemi parë ndonjë gjë konkrete, të paktën nuk kam parë ndonjë gjë konkrete, patjetër ata mund të jenë në marrëveshje, është folur shpeshherë që janë 3 vende të rëndësishme me të cilat jemi gati po thuaj, këshilltar të ndryshëm të presidentit Trump nga ana ekonomisë kanë thënë gjëra të tilla, por nuk kemi parë diçka konkrete, nuk kanë dalë të bëjnë publike një marrëveshje tjetër konkrete përveç asaj me Britaninë e Madhe. Prandaj, ne parë në këtë kontekst ajo që po ndodh është që presidenti Trump i duhet diçka, pa një farë marrëveshje për shtyrjen e tarifave me Kinën, ulën tarifat e Shtetit Bashkuara nga 25% në 30%, për Kinën ulën në 10%, por gjithsesi nuk ka arritur një marrëveshje. Më pas para pak ditësh presidenti Trump foli dhe tha që Kina po e shkel marrëveshjen që ata bën, pra situata është si thua dinamike, por në njëkohësisht nuk është e lehtë dhe nuk po arrihen ato gjëra që duhet që ndoshta presidenti Trump mendonte të arrishin dhe prandaj shikojmë edhe këto ndryshimet. Ndoshta kjo pjesa e tarifave për çelikun dhe për aluminin mund të ketë bëj pak edhe me atë që u vendos para pak ditësh, që për një ditë u eliminuan tarifat që ishin vendosur dhe ditën tjetër pastaj u vu një ndalesë ndaj eliminimit dhe ne jemi në proces tani për ankimimin e vendimit që u bë. Dhe derisa të merret një vendim nuk është e sigurt nëse këto tarifa do të munden të jenë aty apo jo. Dhe ndoshta presidenti Trump po e përdor këtë pjesën e tarifave të çelikut dhe të aluminit sepse e ka një mënyra se si ato po përdoren ose ajo pjesa ligjore nëpërmjet të cilës ato vendosen është e ndryshme nga ajo e cila u rrëzua le të themi ditët e fundit apo javën që kaloi. Dhe në këtë mënyrë nuk mund ta preki dikush këto tarifa që ai po vë mbi me sa kuptoj unë, mbi çelikun dhe mbi aluminin janë shumë të vështira për t'u hequr. Nga përveç se ndoshta nga Kongresi, nuk e di, nuk jam i sigurt për atë. Po askush tjetër nuk është mund t'i heqë. Të flasim për këtë element, se ka dhe një element juridik. Në një gjykatës ndaloi presidentin Trump për përcaktimin e tarifave, gjykata e lartë kushtetuese dha një opinion disi në favor të zotit Trump, o jo përfundimtar. A mund të ndikojnë faktorët të tillë juridik në bllokimin e presidentit Trump për vendosjen e tarifave, siç mendon ai të zgjidh politikën e tregtisë botërore me Shtetet e Bashkuara? Po patjetër që ndikojnë, duhet kemi parasysh që pavarësisht se asnjë vend nuk është perfekt, këtu në Shtetet e Bashkuara ajo ndarja e pushteteve funksionon të paktën deri diku. Dhe është shumë e rëndësishme sepse ata që e krijuan Shtetet e Bashkuara kishin shumë të qartë që duhet patur shumë kujdes që mos ketë shumë fuqi në dorën e një dege të shtetit, domethënë të themi. Dhe në këtë rast presidenti Trump ka përdorur tarifat në mënyrë shumë të gjerë që nuk janë parë në 100 vitet e fundit, pak a shumë. Dhe e parë në këtë kontekst, ajo që sistemi gjyqësor po bën këtu është, unë besoj që thjesht po funksionon. Le të vazhdoj të funksionojë sistemi gjyqësor dhe të shohim çfarë do të dalë. Shpresojmë që të funksionojë ashtu siç duhet dhe të dalë ajo që është me drejta, le të themi, në këtë rast. A shikoni këtë tarifat si problem për pengimin e tregtisë së lirë? Patjetër, është direkt është tarif, çdo tarif është kundër tregtisë të lirë, sepse do të vendos një taks për tregtinë dhe e zvoglon tregtinë, ul tregtinë. Do të kemi parasysh që në momentin që ne vëmë një tarif,
nuk ndalojmë vetëm importet, ndalojmë edhe eksportet, sepse vendet e tjera e para mund të vënë një tarifa kundër nesh, por edhe nëse ato nuk vënë, kur ne blem diçka nga një vend tjetër, le të themi nga Kina, ne ju japim atyre dollar. Këto dollar do të shkojnë në Kinë dhe do të përdoren në një farë mënyre. Shpeshherë ata i përdorin për të blerë të mira nga ne, por i përdorin edhe në mënyra të tjera ku vinin investojnë në Shtetet e Bashkuara. Kemi parasysh që rreth 700-800 miliard dollar që janë në bono thesari që zotërohen nga Shteti i Kinës, ndoshta edhe më shumë sepse kanë në mënyra indirekte, mund të jetë edhe 1 trilion paga shumë. Këtë kemi prandaj duke parë në këtë kontekst, në momentin që ne ndalojmë tregtinë, atëherë edhe këto aspektet e tjera, domethënë tregtia, shitja që bëjmë jashtë, domethënë eksportet apo investimet e jashtme mund të ndikojnë. A do të ishte mirë një botë pa tarifa ose me tarifa të caktuara, 10% ne, 10% ata? Në këtë do ta ndaja në dy mënyra përgjigjen. Personalisht unë mendoj që po, do të ishte ashtu do ndodhte. Në përgjithësi ekonomistët do të thoja gjithsesi thonë që tarifat nëse do t'i kemi do të jenë shumë të targetuara. Domethënë të jenë për disa aspekte të ndryshme të ekonomisë, mund të kemi rastin e situatë që po vjen të çelikut apo të aluminit, sepse ka një argument që nëse ne jemi në luftë, na duhet çeliku, na duhet alumini që të prodhojmë ato, le të themi, mjetet e luftës që na duhen, edhe pse kjo nuk është një argument shumë i fortë, se duhet të kemi parasysh ne blem çelik edhe alumin me sa kuptoj unë nga Kanadaja. Nga Kanadaja. Mundësia që ne të jemi në një luftë me Kanadan mua nuk më duket shumë e lartë. Të paktën jo në një të ardhme të afërt. Edhe ose nga Europa, e njëjta gjë edhe me Europën, mund kemi mosmarrveshje dhe administrata që ne kemi tani ka mosmarrveshje në gjykimin tim të drejta me atë që ndodh në Europë, sepse liritë dhe të drejtat e njerëzve nuk respektojnë aq sa duhet në Europë. Dhe ka një tendencë në atë sa kuptoj unë që është një tendencë në rënje dhe në dëmt të drejtave të lirive të njerëzve në Europë, e cila unë besoj do të vazhdoj pra që sa Bashkimi Evropian ekziston. Megjithatë, nuk kemi në një situatë ku ne mund të jemi në luftë me Bashkimin Evropian. Pra që sa ne blejmë nga këto produkte, nuk duket një gjë shumë e madhe. Megjithatë, patjetër është një argument që disa ekonomistë bëjnë që mund të kemi të targetuara. Pra, për ta përmbledhur, unë personalisht si ekonomist mendoj që tarifat në përgjithësi janë të gabuara dhe nuk duhet të ekzistojnë, do të ishte mirë që asnjë vend mos i kishte, por gjithsesi edhe ekonomistët e tjerë që mund të thonë që mund të kemi tarifa, thonë që do të jenë të targetuara, nuk mund të jenë në masë të gjerë në atë mënyrë që ne i përdorim, sepse nuk sillin ndonjë ndihmë të madhe për ekonominë.